Pak më shumë se një muaj pas ekstradimit të tij nga Dubai në 26 shkurt, Durim Bami është përballur për herë të parë me gjykatën e posaçme ku do të përgjigjet për akuzat e sigurimit të kushteve për vrasjen e ish-deputetit socialist Arben Doka, të Torit Çezukës dhe Eriger Semihasit, si dhe për veprat penale, grupi strukturuar kriminal dhe kultivimi i bimëve narkotike. Gjykata ka vendosur gjithashtu për këtë çështje të kalojnë në gjykim dhe 6 të tjerë, të cilët prokuroria i akuzon për pjesëmarrje në tentativa vrasjeje dhe sigurim kushtesh për krime të ndryshme. Mes tyre janë Jozi Kraja, i ekstraduar nga Zvicra në janar, i dyshuar për sigurimin e mjeteve dhe kushteve materiale për vrasjen e vëllezërve Durim dhe Valter Bami, si dhe Marklen Haka, i cili akuzohet për përfshirjen e atentatit ndaj Durim Bamit në vitin 2020. Të tjerë të akuzuar përfshin Aldo Avdylajn, arrestuar me 14 tetor të vitit të kaluar, i cili akuzohet për organizimin e grupit që kryente vrasjen e Edmir Bregut në Durrës në vitin 2021, si dhe Edson Jozek, i akuzuar për trafik droge. Ish drejtori i policisë Lezhë, Henry Gert Mitri, dorëzuar në shtator 2024, dyshohet se ndihmonte grupet kriminale për të shmangur ligjin në aktivitetin e tyre në mbjedhjen e parcelave të drogës, ndërsa ish efektivi Reneas Altin Morina akuzohet për kultivim bimësh narkotike në bashkëpunim me Durim Bamin. Hetimet për 20 persona të tjerë janë ende në kërkim, vazhdojnë intensivisht, ndërsa autoritetet synojnë të zbardhin plotësisht strukturën dhe aktivitetin e tyre të grupit kriminal.